Në 2 vitet e fundit, tregu i bimëve medicinale në Malësi të Madhe ka pësuar një rënje të dukshme. Sherif Braja, specialist bujqësor, shpreh se ka një pasiguri të madhe mes kërkesës dhe ofertës, gjë që ka patur ndikim negativ në aktivitetet e fermerëve të kësaj zone. Kohët e fundit, bimët medicinale kanë pas një stres në të ardhunat që janë siguru me kohë nga fermerët e Malësisë së Madhe. Këto 2 vitet e fundit, tregu ka pësu goditje të madhe, sepse duket sikur dhe kërkesa dhe oferta janë disbalancu. Kjo ka një për keq në kultivimin e bimëve dhe në aktivitetin e fshatarët të Malësisë së Madhe. Sipas Brajës, tarifat e vendosura nga administrata e Donald Trump për eksportet nga Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë rënduar mbi krahët e fermerëve, duke bërë edhe më të vështirë tregtimin e këtyre produkteve. Tarifa e vendosur nga Shteti Amerikan për kulturat, për produkte që importohet, që eksportohen nga vendi jonë në Amerikë, edhe pse duket sikur jene të privilegjuar nga taksa 10% që ka vendosur Shqipërisë, në krahasim me disa shtete, se në Serbi ka vendosur 35%. Por për kushtet e ekonomisë tonë, një ekonomi në zhvillim, një ekonomi e dobët, edhe kjo taks, edhe pse duket e lehtë, ranon mi kurrizin e fermerëve të Malësisë së Madhe. Ai thekson gjithashtu se prodhimi i stokut në këtë rajon arrin në mijëra ton, por shumë fermerë kanë ndalur kultivimin e bimëve për shkak të vështirësive ekonomike. Kërkesa dhe oferta janë disbalancu, edhe zgjidhja vetme për mendimin tim, unë jam ekspert ekonomie, por zgjidhja vetme është paksimi i sipërfaqeve të mbjellura me bimë medicinale dhe ulja e prodhimit, që rregullohet kërkesa dhe oferta. Në përgjithësi fshatarët në qarkun tonë, por edhe në gjithë Shqipërinë, kanë punu pa patur kontrata të rregullta, pa ditur ku shkon produkti, pa ditur destinacionin final që është tregu. Por në këto kushte, tregu është i pari, edhe fshatarët duhet të orientohen drejt tregut. Problemi është këtu se çmimin fshatarët nuk kanë fuqi ta vendosin, sepse nuk janë të grupuar dhe nuk kanë shoqata të mirëfillta që i dalin për zot prodhimit e tyre. Prandaj pikat e grumbullimit kanë luajtur në këtë aspekt, duke pasur prodhim të tepërt në treg. Ata edhe mungesa e kontratave të specifikuara dhe të notifikuar, domethënë bazuar ligjërisht, ka bërë që fshatarët të jenë vulnerabël në këtë drejtim. Edhe vetë pikat e grumbullimit në zonën tonë hezitojnë të lidhin kontrata të mirëfillta, vetëm që të kenë mundësi të abuzojnë në këto situata, të marrin prodhimet me çmime të ulta, pavarësisht se janë rrit tarifat në tregun ndërkombëtar, janë rrit edhe taksat doganore, ata përsëri vazhdojnë me këto politika, me politikën e stokut prodhimit. Specialistët sugjerojnë se zgjidhja vetme për këtë situatë është reduktimi i sipërfaqeve të mbjella me këto bimë dhe ulja e nivelit prodhimit.